Një kthesë e fortë e motit pritet në ditët e fundit të muajit prill, duke sjellë ulje temperaturash dhe rikthim të rreshjeve në të gjithë vendin. Sot minimalja shënon 4 gradë në zonat malore, le të themi në Peshkopi, dhe 24 gradë do jetë vlera më e lartë, e cila është pak më e lartë se sa një temperaturë tipike prilli. Kemi ditën e martë të mërkurë të enjtë dhe pjesërisht të premte, një rënje e cila do jetë graduale nga dita në ditë, por presim që të enjtë të kemi 0 gradë, një temperaturë mjaft e ulët, nuk është as pak pranverore, por është temperaturë shkurti, do jetë 0 apo -1 gradë, s'ka i veri lindor, por do jetë i përkohshëm vetëm për 24 orë. Lajda Porja gjatë intervistës në Ora News thotë se për shkak të temperaturave më të freskëta dhe pranisë së erës, fundjava nuk do të jetë e përshtatshme për plazh, pavarësisht se në Bregdet rreshjet do të jenë më të pakta. Me prezencën e lagështirës dhe të vranësirave, edhe pse Bregdeti nuk do ketë rreshje, do të ndihet akoma më freskët, pra ndihet 3 apo 4 gradë më freskët, dhe kjo fundjavë në plazh mund të shijohet për të shijuar një kafe, një drekë, por jo për të marrë rreze dielli. Ndërsa fillimi i muajit maj do të sjellë një rritje të menjëhershme të temperaturave thuajse gati për plazh. Data 2 thyet menjëherë ajo kurba termike dhe vjoj menjëherë temperatura shumë të larta, dhe parashikohet që 10 ditë që i pari majit të ketë temperatura mjaft të larta. Ne do jemi sërish bashkë për thënë më pas edhe detajet si do të vijoj, por edhe maj parashikohet që të ketë një anomali të theksuar të vlerave termike maksimale. E ndërsa prilli mbyllet me mot të paqëndrueshëm, pritet që 10 ditë që i pari muajit maj të ketë temperatura dukshëm më të larta se norma. Sa i përket erës, ajo do të fryejë lehtë deri në mesatare në pjesën më të madhe të territorit.